Se vazhdon të jetë drejtor Gentian Logo, do ta fundos në falimentim shoqërinë rajonale ujësjellse Kanalizime Gjirokastër, qysh kur kjo ndërmarrje administrohet për Logos i ka pasur bilancet negative. Si shihet në grafik, ujësjellsi Gjirokastrës lundron poshtë në humbje qysh për vitin 2022. Korrupsioni dhe keq menaxhimi nuk kanë të ndalur. Logo kujdeset vetëm për pazaret e tenerave, ndërkohë që fshatrat e Gjirokastrës vuajnë për ujë. Rasti i ujësjellsit të fshatrave Picar dhe Kolonj tregon qartë se si manipulimi i tenderit ka sfaritur nisjen e punimeve për afro 2 vjet. Bëhet fjalë për prokurorimin me objekt furnizim me ujë për fshatrat Picar dhe Kolonj të Bashkisë Gjirokastër, i cili ka nisur më 11 tetor 2025. Projekti i ujësjellsit të shumë i rëndësishëm për komunitetin. Fshati Kolonj furnizohet me ujë nga burimi vjetër thuajse i dal jashtë përdorimit. Por me sa duket, banorët do të vuajnë gjatë për ujë, sepse abuzimi gjatë procedurave të tenderit se zakonisht do të ketë efekt në fatin e realizimit dhe në cilësinë e punimeve. Projekti i zbatimit ka qenë gati qysh nga 2024, por pengesë ka qenë korrupsioni. Janë lënë 1.3 miliard lekë, prandaj Logo ka këmbgulur në vendimet e tij, ndërkohë që në Tiranë ja anulonin. Në mënyrë të jashtëzakonshme, tenderi është dekoruar nga Open Data Albania me 2 flamuj të kuq që sinalizojnë riskun e korrupsionit. Njëri ka përshkrimin skualifikimit të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, tjetri shënon anulim të tenderit më shumë se 2 herë. Në tenderin e mbajtur më 4 dhjetor 2025 kanë marrë pjesë 14 operatorë ekonomik dhe bashkim me firmash. Me një arrogancë të paparë, Komisioni i Logos i skualifikoi më një herë 13 pjesëmarrës, megjithëse mes tyre kishte firma me eksperiencë të gjatë në ndërtim. Kjo është tabela me vlerësimin e ofertave e bërë e njohur për pjesëmarrësit më 2 shkurt 2026. Dallohet se është kualifikuar vetëm bashkimi i operatorëve ekonomik Op Construction ShPK dhe Edo Construction ShPK, që ka ofertën e dytë më të lartë. Kompania e dytë që është përfaqësuese e bashkimit ka pronar Alfred Ibrahimin, personazh i përmendur për korrupsion dhe mashtrim. Ibrahimi është bashkëpunëtor i drejtorëve të Arion Veliajit përmes kompanisë PSD në tendera të ndryshëm. Paratë fituara me këto skema, Ibrahimi investoi në Prishtinë United Hospital. Bashkëpunimi është prishur me zhurmë në 2023 mes akuzave të mjekëve kosovar për mashtrim dhe detyrësim të palishëm të pronës. Grindja e tyre arriti në prokurori pasi spitali me kapital 8 milion euro po bëi pjesë e një transaksioni të dyshim për 650.000 euro. Ibrahimi është klient i vjetër i zëvendës kryeministes Balluku, nga cila varet drejt për drejt drejtori i ujësjellsit Gentian Logo. Kjo shpjegon dhe tendencën e komisionit për t'ia dhënë tenderin me çdo kusht kompanisë Ibrahimit. Në këto kushte Logo tentoi ta mbyllë me shpejtësi tenderin. Në datë 4 shkurt 2026, autoriteti kontraktor ka hartuar dokumentin formula njoftim fituesi paraprak dhe më 19 shkurt është shpallur fitues bashkimi i operatorëve ekonomik OB Construction ShPK dhe Edo Construction ShPK. Të inkurajuar nga fakti se Belinda Balluku në këtë kohë kishte duar të zëna me spakun që kërkonte ta arrestonte, disa biznesmen denoncuar në komisionin e prokurorimit publik, po ashtu lidhjet e tyre politike janë të fuqishme dhe me ndikim në Tiranë. Kështu pronari i liçen 7, Ramazan Kalia me origjinë nga Dibra ka përfituar vazhdimisht tendera të mëdhenj dhe është i privilegjuar. Edhe bashkimi i operatorëve List Construction ShPK dhe Vian Construction ShPK përfaqëson një pol të fuqishëm korrupsioni. Njëri është Bujar Mujrati, arrestuar 2 herë për këtë punë, tjetri është Gjergj Bezati, mbi ngarkuar me paratë e tenderave. Kështu më 3 mars 2026 KPP-ja ka vendosur të pranojë ankesat dhe ka urdhëruar të kthehet përmbys vendimi i parë, duke rishikuar skualifikimin e tyre. Fillimisht Logo i ka qëndruar besnik pazarit të parë dhe ka refuzuar të bënte rivlerësimin e ofertave. Në reagimin e tij, KPP më 24 mars 2026 ka vendosur të mos lejojë ujësjellsin e Gjirokastrës të vazhdojë me procedurën e tenderit pa u kualifikuar liçeni 7. Pasi Logo zbatoi urdhrin nga Tirana më 3 prill, ndes drita jeshile për vazhdimin e tenderit. Fitues do të shpallë i skualifikuar i Ramazan Kalia ose ndryshe zani 7 liçeneve. Kjo u bë publike në Agjencinë e Prokurorimit Publik më 27 prill 2026, që shënon përmbysjen e kësaj kronologjie pazaresh dhe korrupsioni me paratë e ujësjellsit. Ky ishte projekti i dytë i madh për të cilën ish zëvendës kryeministja Belinda Balluku kishte alokuar fondet në Gjirokastër tek drejtori Benjamin Gentian Logo. Kujtojmë se në 22 janar 2025 biznesmeni Florence Gjikura ka marrë me flamur të kuq tenderin ndërtimi i ujësjellsve të fshatrave Fushbar dhe Zhullat, Bashkia e Gjirokastër. Në lojë ishte fondi limit prej 2.5 miliard lekësh. Drejtori Logo është kapur me shkelje të tilla në tendera dhe më parë, në shtator 2022 kur ujësjellsi vare nga Bashkia, një nga rekomandimet e KLSH-s për kryetarin Flamur Golemi ishte shkarkimi i Gentian Logos. Sipas KLSH, rekomandimi kishte të bënte me marrjen e masave për kualifikimin e operatorëve, të cilët përmbushnin plotësisht dhe saktësisht kriteret e vendosura në tendera me qëllim përdorimin e fondeve me efektivitet dhe eficiencë. Po kështu në raport thuhet se janë qindra miliona
lek dëm ekonomik dhe përdorim pa efektivitet për paga shpërblime, mos respektim të kuadrit ligjor dhe rregullator në 2 procedura prokurorimi. Megjithatë, Gentian Llogo vazhdon të drejtojë usjellsin e Gjirokastërës dhe me sa duket do të jetë SPAK që do t'ja heq nga dora stilografin që të firmosi këto tendera korruptiv.